Si një manifestim i pathyeshëm i miqësisë shqiptaro-kineze, u zhvilluan në Tiranë takimi i parë i futbollit midis të rinjve të Republikës Popullore të Kinës dhe ekipit përfaqësues të qytetit të Tiranës. Para fillimit të ndeshjes, futbollistët e dyja palëve i përshëndetën shokët Adil Çaçani, Abdul Këllezi, Liu Zhenhua, si dhe Hou Jie, që kryeson ekipin sportiv kinez. Si gjithmonë, edhe ky takim midis sportistëve shqiptarë e kinez u kthye në një takim miqësie, ku shpreh me entuziazmin më të madh, miqësie pathyeshme revolucionare midis dy popujve, dy partive dhe sportistëve e fiskulturistëve tanë. Loja në përgjithësi ishte me zbritje kundër zbritje nga të dyja palët. Mira sportdashës të kryeqytetit do trokitën lojën korrekte të dyja skuadrave. Në takimet e ndryshme që zhvilloi ekipi i rinjve të Republikës Popullore të Kinës, e tregoi veten një skuadër me përgatitje të mirë fiziko-taktike, gjë e cila tregon se ky lloj sporti ka bërë një hap cilësor në Kinën popullore. Në këtë ndeshje miqësore, futbollistët tanë përfitojnë nga loja e sportistëve kinez, sikurse këta mundohen të marrin ngjyrat më të mira të futbollit tonë. Ndeshjen e zhvilluar midis futbollistëve të rinjve të Republikës Popullore të Kinës dhe ekipit përfaqësues të qytetit të Tiranës e përshkroi një korrektësi shëmbullore dhe një frymë vëllazërore.